herë të parë në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dëshmuar bashkëpunëtori i drejtësisë Ertan Tafani, i cili ka pranuar të bashkëpunojë me SPAK-un duke rrëfyer 17 episode kriminale të lidhura me grupin e Laert Haxhiut. Në këtë çështje SPAK ka marrë pandehur 8 persona të akuzuar për një sër veprash penale të kryera në qytete të ndryshme të vendit. Ertan Tafani u arrestua në shtator 2023 pas një grabitje me armë në një pikë këmbimi valutor në zonën e Astiret në Tiranë. Gjatë seancës dëgjimore në gjykatën e posaçme, ai u përgjigj pyetjeve të prokurorit të çështjes Behar Dibra. Tafani tregoi për jetën e tij dhe rrugën drejt përfshirjes në botën e krimit. Kam qenë emigrant në Greqi, ku jam marrë me drogë dhe pata probleme. U ktheva në Shqipëri dhe në vitin 2015 përfundova në burg për vjedhje. Kisha probleme ekonomike, dënimin e vuajta në burgun e Rogozhinës dhe më pas në burgun e Kosovës në Lushnjë mësohet të ketë deklaruar Tafani. Ai rrëfeu se ishte përdorues droge dhe se në vitin 97 ishte vrarë babai në fshatin Garbunar. Pas kësaj ngjarje kishte emigruar me nënën në Greqi. Isha i vogël kur kishim një biznes familjar me materiale ndërtimi. Në Greqi punova fillimisht në mënyrë të ndershme me bojra dhe lyerje. Në vitin 2006 u ktheva në Lushnjë dhe punova me xhaxhaj në ndërtim. E lash drogën për një kohë, por më pas u përfshiva sërish me probleme. Në 2015 u mvodha një pik Western Unioni prej nga më dërgonin para të afërmit nga Greqia. U arrestova dhe u dënova me 6 vite burg, tha ai. Tafani tregoi se gjatë qëndrimit në paraburgim ishte njohur me persona të përfshirë në grupe kriminale nga Lushnja. Ai përmendi takimet me Lulzim Spahiun pas një ngjarje ku u plagos Giulio Shkurti, Nipi Aldo Bares dhe ku arma u gjet tek stani i Tatit të Laert Haxhiut, Qamil Haxhiu. Pas daljes nga burgu u takova me Lulzimin te një karburant i Sajmir Taullahut. Më çoi fjalë Klajdi Taullahu se donte të më takonte Lulzimi për të bërë ndonjë punë me mall. Më pas u takua me Laert Haxhiun, ishte era e parë që e shihja. Anterio Kaloshin e njihja nga burgu në Rogozhinë. Un kam përdorur edhe emrin tjetër Marius, deklaroi ndër të tjera Tafani, i penduari i drejtësisë.